Përshëndetje të gjithëve. Por ky lexim që është i hapur në mënyrë që quhet Celtic Cross është një lexim i zgjeruar dhe leximi është për dikë apo për disa. Dhe ata persona do ta gjejnë patjetër apo do t'ju bie në sy apo në vesh ky lexim. Celtic Cross është, siç thashë, se cila letër ka, siç pasqyrojnë gjithmonë, por që dua të bëj më shumë të jap këshillën e se cilës letër të dashur apo i e dashur që është leximi për ty. Po fillojmë apo çfarë po ndodh realisht është pyetja e parë e vetëm kësaj letre dhe është hëna. Tani, pak me logjike të dashur, hëna çfarë ju thot? Gjëra që nuk shihen qartë. Natën nuk i shikojmë gjërat. Nuk i ke të gjitha përgjigjet. Ka mjergull në situatën ku je, ku po qëndron, çfarë po pret. Ndoshta ndjen sikur dikush nuk është i sinqert me ty, nuk po t'i thot gjitha gjërat siç duhet, dikush tjetër, situata është e paqartë, ju nuk jeni të qartë. Çfarë më tutje? Siç thash apo ju vetë nuk po i shikoni vetë gjërat qartë. Këshillën që dua t'ja jap nga kjo letër, nga që është aktuale, mos merr vendime bazuar në supozime. Hajt se ndoshta. Do doja, në fakti që s'di gjithçka nuk do të thotë që je gabim, por do të duhen ndoshta më shumë informacione, më shumë qartësi, nga që siç thash, hëna të bën pak të vë në një mjergull që nuk i shohim gjërat qartë. Pra, çfarëdo që ke të paqartë tani, të dashur ti që duhet të dëgjosh këtë lexim, prit pak, ose mundohu të gjesh informacione. Asgjë mos bëj duke supozuar, me ndoshta. Letra e dytë që është pengesa e juaj, të dashur, është asi i kupës. Diçka e re, tani mund të jetë një fillim emocional që po përpiqet të ndodh. Një punë e re, një biznes i ri, një kontakt i ri, një miqësi e re, diçka e re me veten e juaj, mund të jetë shumë gjëra. Por ju jeni të mbyllur. Kur them të mbyllur, sikur ajo e mendoj gjithmonë nënvetdijen e juaj, të dashur, nuk duam të pranojmë gjëra të reja. Aman se jam zhgënjur, aman se më kanë tradhtuar, më kanë gënjur, më kanë tani shumë gjëra ka, apo jo. E këto më kanë i bie sikur ndoshta dhe ju bën që të mos besoni në diçka nga e para, çfarëdo që të jetë. Mesazhi këtu, çfarëdo që të jetë, të dashur ti që duhet ta dëgjosh këtë lexim, jepi një shans. Jepi një shans, lejo që diçka e re të ndodh, çfarëdo që të jetë ajo. Lejoje dhe mos u frikso. Absolutisht nuk do të thotë që do të ndodh ajo që ke përjetuar më përpara, dhe kjo është e nënvidia që na mbyll. Nuk dua asgjë të re, man, kështu mirë jam. Edhe pse nuk po ndodh asgjë, nuk jam aty ku dua, veç jam në një zonë komforti që kam krijuar dhe s'dua asgjë të re. Pra, vetëm sepse ke qenë e zhgënjur nuk do të thotë që kjo të jesh gjithmonë. Brenda teje. Shikoni me vëmendje këtë fotografi, të dashur. Është një person që ka një këmbë të lidhur, por dhe një dorë tjetër të lidhur. Dhe sikur i ngecur aty, por jo vetëm kaq. E shikoj që dëshira është aty që do më shumë nga çdo gjë, qoftë ajo dashuri, qoftë ajo punë, qoftë ajo para, qoftë ajo ku di unë, miqënie në familje, më shumë gjëra. Në fakt, edhe pse nuk të mungon shumë gjëra, por sikur diçka po ndjen që të mungon, edhe pse
s'të mungon gjë, ta them kështu. Ato që të duhen, ato çfarë dëshirojmë janë tjetër. Pra, ju dëshironi, por nuk veproni. Kjo këmbë e lidhur dhe kjo dorë e lidhur nuk po mund të planifikoni nga që aty akoma janë gjëra të paqarta, aty që diçka nuk po ju lejon të lëvizni. Këshilla e kësaj të dashur, ti që duhet të dëgjosh që është leximi për ty, merr kohë për të planifikuar, pra mos e ler këtë ndjenjë pezull. Qoftë dhe të merrni një letër dhe një laps dhe të shkruani ku e shikoni veten, pas një kohë, pas një muaji, pas 2, 5, një viti, 5, këto gjëra, ku planifikoni që të mund pastaj duke u qartësuar të dashur, duke u qartësuar dhe të veproni. Të dashuruarit i bie e kaluara. Shikoni, të dashuruarit i tregojnë me një foto të 2 personave, por është një kryqëzim këtu që tregon diçka në të kaluarën, ke bërë një zgjedhje të madhe, për dikë ose për diçka, mund të qenë me ndjenja por jo e logjikshme, dhe tani kjo e kaluar po ndikon në gjithë të ardhmen tënde të dashur, gjithë këtë ardhme tënde. Këshilla e kësaj, më falni se dua t'i bëj këshillat, këto janë nga mua, jo nga vetëm nga letrat. Ta them, si mund t'i ndihmojmë vetes ndonjëherë? Pyet veten, nëse do isha unë shoqja ime, çfarë do e këshilloja veten time? Sot për këtë histori. Ajo që të vlen e mban mësimet që kemi marrë. Çfarë s'të duhet? Liroje, hiqe, harroje. Ndaj është e kaluara. Potenciali të dashur, dhe kjo është kogja një letër e fortë, potenciali, shikoni afroni telefonit dhe shikoni është një grua pa fytyrë. Por po lexon diçka. Si mund të lexojë? Dhe mund ta kuptoni, pra, ke një intuitë jashtëzakonshme. Por e keqja asaj që ti nuk po e dëgjon. Jeni bërë shumë të logjikshëm kohëve të fundit, dhe kjo të ka larguar nga vetja, të ka larguar nga kjo intuitë. Është një bebe këtu që dëshiron të lind, dëshiron të kthehet prapë dhe t'i besosh. Nga që kjo intuitë, këshilla e kësaj është, nëse ndjen që diçka nuk shkon, këtu të mjergullt, besoje. Nëse ndjen se duhet ta bësh këtë, vepro. Instikti yt është aq i sakt apo shumë më i sakt se çdo këshill që merr. Këtë s'duhet harruar. Besojeni ato çfarë ndjen, dhe ju ndihmoj në gjithë këtë rrugtimin e juaj, të planifikoni çfarë ndjeni, t'i sqaroni gjërat që nuk i keni të qarta, të liroheni pak nga ato çfarë do të ndodh nëse hapeni, ka shihni personi të ri, ka shihni një gjë të re, situate, nuk do të thotë patjetër person që jeni zhgënjur më përpara, të mësoni të gjitha kjo intuit e përmbledh gjithë këto, nga ato çfarë keni përjetuar më përpara, ti merrni mësimet e duhura dhe të lirojmë, ta them kështu, të këqijat dhe të marrim vetëm të mirat e atij mësimi. Faqe apo page, si quhet faqe e monedhës të dashur, kjo është e ardhmja, pasqyron të ardhmen. Absolutisht mundësi të re, lajme, diçka në fakt praktike, financiare ose diçka që të kërkon të mësosh të re. Lajme që do të bëj të mësosh, të kuptosh, të qartësohesh. Por është page, nuk është e madhe, është e vockël. Dhe në shumë të rasteve njerëzit duan shumë gjëra të mëdha, me të parën i duan.
Këshilla këtu mos e nënvlerëso të dashur ti që duhet të dëgjosh këtë lexim, që është për ty, mos e nënvlerëso. Sepse duket e vogël, por merre seriozisht çdo ftesë, bashkëpunim apo ide që ka të bëj me ty, për ty, apo çfarë do lloj situate që do të ndihmoj më vonë. Sepse si ndihesh tani, të dashur, është tetë të shpatës. Shikoni vetë ju, kjo foto dhe nuk do shumë koment. Por që doja u bëj normal. Të ndihesh i lidhur, i bllokuar, nëse nuk merr këto iniciativa të vogla, sa të vocra të jenë, që të bëni hapat e parë, ndiheni vërtet të bllokuar, pa rrugdalje. Dhe kjo është e mbrëmta kokës së juaj, që nuk ju lën të shikoni të qartë. Por zëmra apo intuita, ndjesia thot komplet diçka tjetër, dashur. Si që thash, ky bllokim realisht vjen apo është vetëm në mendjen e juaj. Dua që të ndaloni të thoni, të përdorni këtë. Nuk ka më zgjidhje, nuk e bëj dot, nuk ka mundësi. Kjo ishte kjo. Zgjidhja është aty, absolutisht gjithmonë, jo një herë, jo dy herë, por gjithmonë, aty ku është problemi, aty është dhe zgjidhja. Vin njësh, këtë ta keni parasysh. Pra, e keqja e kësaj është jeni duke parë vetëm një drejtim, apo të mbyllur sytë, keni mbyllur e lidhur duart pa qenë të lidhur, dhe pas ato shpata sikur i keni vënë përpara dhe nuk po bëni dot hapat. Kjo është ajo në kokën e juaj. Si të shohin të tjerët, super të ngarkuar. Ju shohin është 10 të shkopive që është, shikoni barën sikur as fytyra juaj nuk duket. Të dashur, si ju shohin të tjerët, një njeri që mban shumë mbi supe. Por ti nuk ankohesh. Nuk thua, nuk qahesh, sado që ti nuk qahesh, sado që ti nuk ankohesh, të gjithë e shohin. Ata e din që je shumë e lodhur apo i lodhur. Nuk është dobësi, të dashur, këshilla e kësaj letre të kërkosh ndihmë. Nëse nuk kërkon, do vazhdosh të mbash diçka më shumë se që mban, ta them kështu. Pra, nuk është çnjerëzore të kërkojmë ndihmë. Por mesazhi i tjetër i kësaj letre është finalizimi. Sikur keni arritur në fund të rrugës me këtë barrë, prandaj thash të zhbllokoheni në mendje që të arrini në fund të kësaj rruge. Të mund së pari të shikoni veten nga çast fytyras për ju duket dhe të çlodheni dhe të mos merrni barrë më shumë se që mund të mbani në kokën e juaj. Të dashur, pra, frika apo shpresa që të dyja ti ka, mbretëresha e shpatës, do vi momenti nëse i përmbaheni këtyre këshillave, të dashur, që do t'jeni shumë të kthjellët, nuk do jetë hëna më aty. Nuk do jetë këtë letër përmbysur në këtë mënyrë, por do jetë e drejtë. Një punë e re, një familje e re, një person i ri, një biznes i ri, një vetë ju të ri, çfarëdo që të jetë. Pra, frika mund të i kalohet duke marrë këtë vendim si që është kjo me këtë shpatë. Do të jeni, si që thash, të kthjellët. Dhe ata që të duan, ta them njerëzit që vërtet duan të jenë pranë teje, do të respektojnë kufijtë tu. Është bara që nuk mund të bartësh, njerëzit që duhet seleksionosh dhe pastrosh, qoftë duke filluar nga vetja jote, mendimet, do të jenë pranë teje, siç thash. Ata do të respektojnë kufijtë tu. Do respektojnë një të re.
duke u bazuar në intuitën e vetë, nga që do jeni të zotët të skanoni njerëzit që nga largë dhe t'i vini, të them, barierë njerëzit që s'duhet apo situatave që s'dëshironi t'i keni afër. Dhe kjo të udhëzon apo të këshillon që të mos zbuteni për të ruajtur lidhje që nuk meritojnë t'ju kenë juve afër. Është kogja një mesazh i qartë dhe i fortë. Ata që nuk ju meritojnë, nuk duhet t'i keni afër. Përfundimi të dashur apo gjithë rezultati i këtij leximi është një tjetër kogje e bukur, janë tretë të monedhës. Absolutisht ti që është i destinuar, të them, apo që rezonon ky lexim për ju, do të ndërtohet diçka konkrete për ty, absolutisht nga vetja jote, por me energjinë e gjithë këtij universi që do ju ndihmoj të dashur. Pra, një projekt, një bashkëpunim, një dashuri që do të sjellë stabilitet dhe siguri në jetën e juaj. Mos jeton në vetmi, nga që ke shumë njerëz që jemi njohës. Duhet të jesh me njohës dhe duhet të jesh me njohës. Jo në vetmi. Barra është me lehtë kur jemi me tjerë që na duan. Dhe ka shumë që ju duan. Ka dhe nga ata që si duan, po kush si ka, Hape vetëm për të punuar me njerëz apo për të qëndruar me njerëz që sjellin vlerë, që ju motivojnë. Rezultati do jetë, siç thash, nga kjo e vockla këtu, faqe e monedhës, në bashkëpunim të plot. Dhe siç thash, rezultati do jetë më i madh se çfarë do ta mendoja, apo je duke dëshiruar. Të dashur ti, që është destinuar ky lexim për ju. Uroj që të paktën ndonjë këshill keni marrë nga kjo, t'ju ndihmoj në rrugtimin e juaj.